Jo, dizajnera, ku jeni këtu pra Berati, sot me një tutorial ket pak më ndryshëm, doma me tekst, dhe shpërshifni ky tekst këtu është mjaft i mirë, do në efektet janë të mira, dhe nuk ka shumë shtirë me kriju këtu afro 15 minuta apo më pak, i duhet për me kriju këtë tekst. Dhe atëra që duhet është fonti, domethënë ky font është në DaVinci Font, mundi me gjetë DaVinci Font, dhe fonti emrin e ka Discotheque, dhe shkoni në download këtu, pastaj ku të shkarkoni e merrni filet dhe e dërgoni në diskun ku e keni Windowsin, tek fonts më mirë me thonë. Dhe le të fillojmë drejt tek tutoriali, s'pari nuk na duhen këtu tash i qëm. Okej, pra tash kush fillojmë këtu, do thonë zooms, shkruajmë duhet se cilën tek, do thonë veç me shkru, sepse ku të shkruajmë tek Guardian Overlay, me duket nuk bën, do thonë do të gjithmonë me CTRL plus jo, pastaj të shkruajmë atë që ju duhet, shembull në këtë rast zooms, dhe ju tash keni CTRL e prap. Është shumë i thjeshtë, nuk është diçka vështirë me bo. Prap CTRL dhe një zoom. Ops. Zooms, thjesht. Dhe ta shkojmë të shkojnë ja para zooms, klikojmë me mausin e djathtë, shkojmë në blending option, dhe shkojmë tash të Guardian Overlay, dhe na duhet Guardiani që është tu bardhë dhe zi. Tash duhet diku të afrojmë, dhe për menimin tem masa 70 është më se duhem për këtë punim, donë cilëna do të kjo, dhe është duhet të punojmë më shumë të kia 2, donë cilëna do të mjaft. Menoj që për 20 apo 22 është mjaftueshme. Klik tash, donë e ruajmë këtë Guardian to, sepse na duhet na herë. Opa. Është në 2 është. Okej, mirë është nuk përdohet keq, ta shkojmë këtë, klikojmë tek stylet, dhe lojmë klikojmë këtu, dhe automatikisht shpeshifni me njerë kemi arrit atë farë efektin apo me Guardian Overlay që krijohet. Tash nuk ta do shumë komplikim i madh, vetëm se me tasën e djathtë shkojmë tek tek fonti Z apart që e këm kriju, apo tash ku ju krijon nuk e di cilën font s'vaj, po copy lifestyle, dhe bojmë paste dhe gjitha. Pra që përshif në vetë, po kryo tash mundi vetë këto variantat me ndru, apo leni anash, apo janë shumë do thonë se si mundit një të i lene të me Guardian Overlay ma mi, po thonë është interesant për veti. Pra kaq nuk ka shumë vështirë, se m'doket mirë është shkeq. Pra shumë shef në vetë tutorial është shumë i thjeshtë, shumë i shpejt me realizu, dhe nuk ka shumë diçka polemit madhe rreth këtij efektit, apo thama mirë ti mirë, s'o shkeq. Pra shumë shef në vetë ketë për 5 minuta mund me realizu diçka që sa besa me thonë kërëshet i kushtet shumë vështirë, po nuk ka shumë vështirë.
ketë në varë pe idesë që krijon ti, apo aja që të rjek ty, po inspirimin ku e merë. Këto e dini edhe vetë, vetëm se sa ku ju duhet. Kom... Pra mundu një tekst me nga më të duhet. Qika qëptare. Mirë, opa. Pra tash me të e kena të gjithë opcionet për tekst, për gjithë Photoshopin që duhet. Jep. Edhe shumë thjesht. Pra, ka që ishte për këtë tutorial, ju falemnderë për shikimit që i bojnë për tutorial tona në gjithë Zooms, apo kudo që janë postuar punimet tona. Ne në fakt se për ta mes dizajn i krijojmë këto, jo veç për reklamim apo diçka të tillë, cilat mundi paramendon njëre, nuk është spam, por është djenim i jep dikujt. Prapë se prapë i falenderoj gjithë aty dhe shpresojmë që shihni në tutorialet tjera që do vinë në vazhdim.